Oh, my tomatoes, so big and red! A wonderful harvest from my garden. So heavy the branches bend. I've never seen such a bountiful harvest. This garden is a true gift. A special seed from the mountains. Incredible! May we try one? Of course. Here is a ripe one. Shikoni këto domate. Të kuqe, të mëdha, të rënda. Kjo vazo është plot me domate nga një bime vetme. Jo nga 10. Nga 1. Dhe nuk e arrita duke bler asnjë produkt të shtrenjtë. Arrita duke bërë atë çfarë fshatarët dinin para 80 vjetësh dhe ne e kemi harruar. Sekret nuk është çfarë blini. Është si e përgatisni bimën që të mos ndaloj së prodhuari kurrë. Qëndroni deri në fund sepse hapi i fundit është ai që i ndryshon gjithçka dhe shumica e kopshtarëve nuk e njohin fare. Para se të hyjmë te teknikat, dua t'ju tregoj historinë e vërtet pas numrit 25 kg. Gjatë viteve të luftës së dytë botërore, resurset ishin të kufizuara. Fshatarët në për të gjithë Mesdheun dhe Ballkanin nuk kishin akses te plerat kimike, as te pesticidet moderne, as te varietetet hibride të selektuara industrialisht. Kishin tokën, kishin farat tradicionale dhe kishin dijet e trashëguara brez pas brezi, dhe megjithatë, prodhimet e tyre ishin shpesh superiore ndaj asaj çfarë fermat moderne arrin sot. Jo sepse kushtet ishin më të mira. Sepse metodat ishin shumë më të mençura. Çfarë dinin ata? Dinin se domates nuk I nevojitej pleh I shtrenjtë. I nevojitej sistem rrënjor I fuqishëm. Dinin se thellësia e mbjelljes nuk ishte detaj I vogël, ishte baza e gjithçkaje. Dinin se çdo deg me gjethe ishte energji e vjedhur nga frutat. Dinin se toka e gjallë me materie organike ishte 10 herë më e vlefshme se çdo kimikate. Ato dije nuk u shprehen kurrë në libra akademik. Kaluan nga gjyshit e nipi, nga nënat e bija, duke u praktikuar çdo pranverë. Dhe pastaj, kur pleherat industriale u bën të lira dhe të disponueshme, filluan të zbehin. Ndaj pleherat e fabrikës dukeshin si zgjidhje e lehtë. Pse të humbisje kohë me metodat e vjetra kur mund të hapje një qese dhe të hidhje granulat? Problemi është se ata që ndoqën rrugën e lehtë humbën njëkohësisht dijet e vjetra. Dhe sot, 80 vjet më vonë, kopshtarët po zbulojnë se ato metodat të vjetra jo vetëm funksionojnë, por prodhojnë rezultate që pleherat industriale nuk mund t'i barazojnë. Sot I rikthejmë ato metoda. Hap pas hapi. Para se të flasim për zgjidhjet, duhet të kuptoni saktësisht çfarë po pengon domaten tuaj të arrijë potencialin e plot. Shumë kopshtar blejnë plehra mrekulli dhe mbeten të shgënjur. Domajet mbeten të vogla, bima thahet shpejt, prodhimi ndalon para kohe. Dhe mendojnë se problemi është varieteti ose klima ose fati. Jo. Pothuajse gjithmonë problemi është I njëjtë. Sistemi rrënjor I dobët, mendoni për domaten si ndërtesë. Cila do ndërtesë, sado e bukur, sado e lartë, nëse themeli është I dobët, bie. Domates që ka rrënje të dobëta dhe sipërfaqësore, sado pleh të shtoni, sado ujë të sillni, nuk mund të mbajë 25 kg frut. Nuk ka kapacitetin fizik. Rrënjet janë ato që thithin ujin dhe lëndët ushqyese. Sa më I gjerë dhe I thellë sistemi rrënjor, aq më shumë ujë dhe lëndë ushqyese mund të thith bima. Aq më shumë frut mund të mbajë dhe të pjekë, dhe këtu qëndron gabimi klasik. Kur mbillni domaten sipërfaqësisht vetëm duke varrosur topin e rrënjëve siç vjen nga thesi, bima ka rrënje të pakta dhe të dobëta. Prodhon, po. Por kur nuk arrin potencialin e plot. Problemi I dytë është energjia e shpërdoruar. Bima e domatesit ka një instinkt të fortë për të rritur lart dhe të prodhojë sa më shumë pjesa vegetative. Gjethe, dega, bishta. Kjo rritje vegetative konsumojnë sasi të mëdha energjie, saktësisht energjinë që do të duhej të shkonte drejt formimit dhe pjekjes së frutave. Nëse nuk menaxhoni drejtimin e kësaj energjie, bima bëhet një pemë gjethesh me pak domate.
Keni parë bim domate shumë të gjata, shumë të gjelbra, me shumë gjethe por me pak frut dhe të imët? Kjo është bima që i ka dhënë të gjithë energjinë vegetacionit dhe nuk ka lënë mjaftueshëm për frutat, dhe problemi i tretë është toka e vdekur. Shumica e kopshtarëve trajtojnë tokën si medium neutral. Si kuti ere kushtojnë lëndë ushqyese nga jashtë. Kjo qasje funksionon, por si kafeja për t'u zgjuar. Të mban aktiv, por nuk të bën të shëndetshëm. Toka e gjallë, me materie organike të bollshme, me krimba dhe mikroorganizma aktiv, i jep domatesit diçka që asnjë pleh kimik nuk mund ta japë. Jo vetëm lëndë ushqyese, por sistem të tërë biologjik që punon 24 orë në 24 në favor të bimës. Para se të zbuloj sekretin hap pas hapi, nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani. Sepse pas kësaj serie videosh, kopshti juaj nuk do të jetë më i njëjti. Hapi i parë, varrosja e thellë, themeli i gjithçkaje. Ky është hapi që fshatarët e vitit 1943 e bënin instinktivisht dhe që shumica e kopshtarëve modern e ka përcejnë plotësisht. Kur mbillni domaten, mos e varrosni vetëm topin e rrënjëve. Varrosni gjithë kërcelin deri te gjethet e para, duke lënë vetëm majën me 3 deri 4 gjethe jashtë tokës. Kjo duket e çuditshme herën e parë. Humbni shumicën e bimës nën tokë. Por ja çfarë ndodh? Domates ka një aftësi unike në botën bimore, mund të zhvillojë rrënjë në çdo pikë të kërcelit që varroset nën tokë. Çdo qime e vogël e bardhë që shihni mbi kërcelin e domatesit, ato qime të vogla si bulo, janë rrënjë adventive të paaktivizuara. Sapo ato të vinë në kontakt me tokën e lagur dhe të errët, aktivizohen dhe fillojnë të rriten si rrënjë të plota. Kjo do të thotë se nëse varrosni 20 cm kërcel, ajo 20 cm bëhet rrënjë të reja. Nëse varrosni 30 cm, 30 cm rrënjë të reja. Sistemi rrënjor i bimës suaj mund të jetë 2, 3, 4 herë më i madh se ai i bimës që mbillni sipërfaqësisht, dhe sistemi rrënjor 4 herë më i madh do të thotë 4 herë më shumë ujë dhe lëndë ushqyese të thithura. Kjo shpjegon saktësisht si fshatarët arrinin 25 kg nga bima. Si ta bëni praktikisht? Nëse bima juaj është e gjatë, mund ta mbillni të zhdrejt, duke hapur kanal të cekët diagonal dhe duke e vendosur bimën anash me vetëm majën duke dalë lart. Kjo ju lejon të varrosni sasi të mëdha kërcelit pa pasur nevojë të hapni vrim shumë të thellë. Nëse bima është e mesme, hapni vrim të thellë sa 2/3 e gjatësisë totale të bimës dhe mbilleni drejt. Gjithmonë hiqni gjethet e poshtme përpara se të varrosni. Gjethet të varrosura nën tokë kalbëzohen dhe mund të sjellin sëmundje. Pas mbjelljes, ujisni thellë menjëherë. Bima do të duket e dobët dhe e lodhur 2 deri 3 ditë. Kjo është normale. Është duke krijuar sistemin e ri rrënjor. Pas javës së parë do ta shihni duke u ngritur me forcë të re. Hapi i dytë, plesia e qindarkave, fuqia e ingredienteve të shtëpisë. Fshatarët e 1943 nuk kishin plera të fabrikës. Kishin lëvozhgat e vezëve, hirin e kaminos, rrobullat e kafes dhe plehun e kafshëve. Ne i kemi ende të gjitha këto. Dhe ato janë shumë më efektive nga sa mendoni. Formula ime bazë për domaten, lëvozhgat e vezëve të bluara holl dhe të shtrojura rreth bazës. Kalciumi i lëvozhgave të vezëve parandalon kalbëzimin apikal, atë njollë të zezë në fund të domatesit që shkatëron kaq shumë fruta. Kjo sëmundje nuk shkaktohet nga kërpudha ose baktere. Shkaktohet nga mungesa e kalciumit. Lëvozhgat e vezëve të zëvendësuara çdo 3 deri 4 javë e eliminojnë plotësisht këtë problem. Hiri i drurit, 2 gota të holluar në 5 litra ujë shiu, aplikuar rreth bazës çdo 2 javë. Kaliumi i hirit forcon strukturën e frutit, intensifikon ngjyrën dhe shijen dhe ndihmon domaten të mbajë peshën e frutave pa thyer degët. Rrobull kafeje i shpërndar rreth bazës çdo javë. Azoti organik dhe aciditeti i lehtë i rrobullit të kafes janë ideal për domaten.
tërheq krimba, aktivizon bakteret e tokës dhe lëshon lëndë ushqyese gradualisht. Tretësira e kompostit të lëngshëm. Nëse keni kompost, shtrojeni në ujë, lini 48 orë, filtroni dhe aplikoni të holluar. Kjo është plesia e plot, e gjallë, me gjithçka që domates i nevojitet, dhe për nxitje shtesë gjatë lullëzimit dhe formimit të frutit. Shtoni lëvoshgat e banenes të tretur në ujë, të pasura me kalium dhe fosfor, saktësisht kur domates i nevojiten më shumë. Ndaloni të gjitha plesimet e pasura me azot sapo bima të filloj të lullëzoj. Azoti pas lullëzimit nxit gjethe dhe vjedh energji nga frutat. Kaloni te plesia me kalium dhe fosfor, hapi i tretë, krahasitja strategjike, drejtimi i energjisë. Ky është hapi që i ndryshon gjithçka dhe që shumica e kopshtarëve nuk e njohin fare. Bima e domatesit e lën të rritet vetë, zhvillon të ashtu quajturit bishta, dega dytësore që dalin nga bashkimi midis kërcellit kryesor dhe degëve me gjethe. Çdo bisht, nëse lihet, bëhet kanal i ri kryesor prodhimi. Kjo tingëllon mirë, por ka problem. Çdo bisht shtesë nënkupton energji të shpërndar midis shumë drejtimeve. Nëse keni 8 bishta, bima duhet ta ndaj energjinë në 8 pjesë. Nëse keni 2 bishta, çdo drejtim merr 4 herë më shumë energji. Krahasitja e bishta nuk është humbje e prodhimit. Është koncentrim i prodhimit. Kjo ndryshon madhësinë dhe cilësinë e çdo domati. Si e bëni? Për varietetet e pacaktuara që vazhdojnë të rriten pafundësisht, mbani vetëm 1 deri 2 drejtime kryesore prodhimi. Hiqni të gjithë bishtat e tjerë sapo të jenë 2 deri 3 cm. Kur mos prisni kur janë të mëdhenj sepse plaga e madhe stresifikon bimën. Prisni bishtat gjithmonë me duar të pastra ose me gërshër të dezinfektuar. Plaga e prerë është portë e hyrjeje për sëmundjet. Koha e krahasitjes. Mëngjesi i hershëm është koha ideale. Kjo i jep plagës gjithë ditën të thahet para lagështisë së natës. Kur mos krahasitni gjatë periudhave të stresit, kur bima është e ujitur tepër pak, kur ka nxehtësi ekstreme ose kur ka sëmundje aktive. Për varietetet e caktuara, ato që prodhojnë dhe ndalojnë, krahasitja nuk është e nevojshme. Ato kanë sistem të programuar biologjikisht, si i dalloni. Varietetet e pacaktuara vazhdojnë të rriten lart pa ndalur. Ato të caktuara ndalojnë rritjen pas formimit të numrit të caktuar të bashkimeve. Hapi i 4, mbështetja e duhur. Ky hap shpesh neglizhohet dhe kushton shtrenjtë. Vendosni tutorët nga dita e parë. Jo kur bima të fillojë të bjerë. Nëse prisni duke futur tutor më vonë, dëmtoni rënjet që tashmë janë zgjeruar rreth pemës. Për bimë që do të arrijë 25 kg frut, tutori duhet të jetë i fortë. Pena druri ose metalike e lartë të paktën 180 cm. Lidheni bimën butësisht me spango ose lidhse të buta çdo 25 deri 30 cm ndërsa rritet. Kur mos lidhni fort, lini hapësirë për kërcellin të zmadhohet. Nëse mund të bëni sistem filari horizontal midis shtyllave, kjo është zgjidhja ideale. Bima mund të mbështetet natyrshëm mbi fijat horizontale ndërsa degët mbarten nga pesha e frutave. Shikoni ndryshimin. Kjo bimë ka marrë trajtimin e plot, varrosje të thellë, plesi shtëpiake dhe krahasitje strategjike. Kjo tjetër është mbjellur normalisht sipas metodës konvencionale. Shihni trashësinë e kërcellit. Bima e trajtuar ka kërcel që është gati 2 fishi i trashësisë. Kjo nuk është e rastit. Kërcel i trash do të thotë rrugë transporti e gjerë për lëndët ushqyese dhe ujin. Çdo kilogram frut shtesë kalon nëpërmjet atij kërcellit. Nëse kërcellit është i hollë dhe i dobët, ka limit fizik të asaj çfarë mund të mbajë. Shihni sistemin rënjor kur nxirrni bimën. Bima e trajtuar me varrosje të thellë ka rënje që zgjaten shumë herë më larg se bima konvencionale. Ato rënje janë duke aksesuar lagështi dhe lëndë ushqyese nga zona shumë më të mëdha të tokës, dhe shihni gjethet. Bima e trajtuar ka gjethe të shëndetshme, të gjelbra të thella, pa njolla.
Bima konvencionale shpesh ka gjethe që fillojnë të verdhëzohen nga poshtë ndërsa sezoni avancon. Kjo ndryshim nuk është e vogël. Është ndryshimi midis 5 kg dhe 25 kg nga e njëjta sipërfaqe tokë. Para mbylljes, dua t'ju tregoj sëmundjet dhe problemet më të zakonshme të domatesit dhe si t'i trajtoni natyrshëm. Kalbëzimi apikal është ajo njollë e zezë në fund të domatesit. Si që shpjeguam, shkaktohet nga mungesa e kalciumit dhe jo rregullësia e ujitjes. Lëvozhgat e vezëve dhe ujitja e qëndrueshme e eliminojnë plotësisht. Sëmundja e vonë, Phytophthora infestans, shfaqet si njolla të errëta me kontur gri mbi gjethe dhe fruta. Kjo sëmundje kërpudhore është armiku kryesor i domatesit në klimë të lagur. Parandalimi është çelësi. Mos u isni mbi gjethe, siguroni ajrosje të mirë midis bimëve, hiqni gjethet e poshtme të prekura menjëherë. Nëse shfaqet, tretësira bakri e holluar aplikuar mbi gjethe ngadalson shpërndarjen. Mozaiku i domatesit, sëmundje virale e bartur nga afidët, shfaqet si njolla të verdha me mozaik mbi gjethe dhe deformim të fruta. Nuk ka kur. Parandalimi është kontrolli i afidëve. Afidët janë insekte të imta jeshile ose të zeza që grumbullohen në majat e degëve dhe nën gjethe. Tretësira e sapunit të zarzavateve, një lugë çaji për litër ujë, i eliminon shpejt. Aplikoni herët në mëngjes, krimbi i frutit, larva që hyn brenda domatesit, shfaqet si vrim të vogla në lëkurë. Kurthet e feromone dhe mbulimi me rrjet të hollë janë zgjidhjet më efektive. Marsi dhe prilli, filloni semilerin brenda, nëse klima lejon mbjellni direkt jashtë në fund të prillit. Përgatisni tokën me kompost dhe ple organik, maji, transplantimi me varrosje të thellë. Vendosni tutoret menjëherë. Filloni ujitjen e thellë dhe të hapëzuar. Aplikoni lëvozhgat e vezëve dhe rrobullin e kafes rreth bazës, qershori. Filloni krasitjen e bishta. Aplikoni tretësirën e hirit çdo 2 javë. Kontrolloni për dëmtues çdo javë, korriku dhe gushti, periudha e lulëzimit dhe prodhimit të parë. Kaloni te plesia me kalium dhe fosfor. Vazhdoni krasitjen. Ujitni thellë dhe rregullisht shtatori dhe tetori, prodhimi maksimal. Korrja e vazhdueshme çdo 2 deri 3 ditë. Mos lini domate të pjekura shumë gjatë në bimë sepse lodhit bimën. Nëse aplikoni këtë metodë këtë pranverë, deri në gusht do të keni domate që fqinjet tuaj nuk do të besojnë se vijnë nga kopshti juaj. 25 kg nga bima nuk është mirë. Është rezultat i varrosjes së thellë, plehësisë natyrale, krasitjes strategjike dhe mbështetjes së duhur. Këto 4 elementë së bashku ndryshojnë gjithçka. Fshatarët e 1943 e dinin. Tani e dini edhe ju, shkruani në komente sa kilogram korni nga bima juaj këtë vit. Dua ta di. Dhe nëse ky video ju ndihmoi, ndajeni me dikë që po mundohet me domaten e vet, shihemi javën tjetër në kopshti i agimit. Mirupafshim.